Ndërhyrja për riparimin e rrugës Myselimit në njësinë administrative Postrib është kërkesa kryesore që banorët i drejtojnë Bashkisë së Shkodrës. Gropat e shumta shtrihen në gjithë gjatësinë e rrugës nga ura e mesit e deri në kufi me Bardhajt. Në një farë mënyre kjo rrugë funksionon si një unaz lidhëse, pasi nga Postriba kalon në Myselim dhe lidhet me rrugën e Bardhajve për të vijuar më tej drejt qytetit të Shkodrës. Për këtë arsye, banorët theksojnë se ky segment rrugor meriton më shumë vëmendje dhe nuk duhet të lihet në këtë gjendje të amortizuar. Këtë rrugë këna shqecime tash 20 vjetë s'ka vinë hidhën do me të unë ato granil ikun e shkojnë. Unë paguj taksa. Unë du rrugën. Rrugën s'patëm kush. E këtë rrugë, 2 kilometër rrugë. Zdu kërësinte, du rrugën më. Du rrugën, a ke prasënër. Kja ka ngellë që he njani, he tjeti, leja, a ku pranë. Leja dora dorës. Kërkesa jo nashtë i këtë rrugë. E dëna rrugë të aman, a ke prasër. Po akën qërma që e vetë, s'kaluar mërë. 2 vjetë servis makinës. Në këtë gjenje në katastrofë, mesi, sidomos vetëm rruga mesit, se i kam pa rrugë të tjera, vetëm këte nuk e di pse në alonë mazdoret neve, nuk e di pse. Më thojnë tonë, në këshna me arë të thosë që rruga katastrofë, nuk e di. Rruga e Myselimit nuk shërben vetëm për mira banor të Postribës dhe Bardhajve, por është edhe pjesë e një zone turistike që shtrihet nga Lugina e Kirit e deri tek rezervuari i Shtodrit. Kjo është arsyeja pse komuniteti e konsideron këtë aks prioritet për zhvillimin e zonës dhe kërkon që pushteti vendor ta vlerësojë dhe mirëmbajë siç duhet.